Mirë se erdhët ujorë të dashur në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Pyetja kur hapa letrat ishte: çfarë po vjen në jetën tënde në këto ditë të ardhshme? Letra e parë është ylli. Kjo është një letër shumë e bukur, por mos e merr sipërfaqësisht. Këtu po vjen një periudhë ku fillon të ndihesh më apo e qetë me veten tuaj, një plagë emocionale si kur po fillon të shërohet, ose një situatë që të ka lodhur fillon të zbutet dhe të ndihesh më lehtë. Por kjo letër, edhe pse është shumë e bukur dhe ka fuqi të madhe, nuk është magji, është një proces të dashur ujor. Çfarë shembull mund të jap për ta kuptuar më mirë? E pranon një situatë dhe ndalon së luftuari me të. Ndalon së kërkuari përgjigje nga dikush që nuk t'i jep. Fillon të fokusohesh më shumë tek vetja sesa të tjerët. Kjo është shërim të dashur jor, por i vetëdijshëm, jo i rastësishëm. Ku duhet të kesh kujdes? Letra e dytë është nënt të zemrës. Këto duhet ketë sikur gjithçka është mirë, po ka një kurth të vogël. Mund të ndihesh i kënaqur për momentin, sikur gjërat janë në rregull, sikur nuk ke nevojë të ndryshosh asgjë. Por kujdes, mos u kënaq me pak vetëm sepse je i lodhur apo e lodhur. Pranon një situatë, nga shembull që mund t'ju jap, që nuk të plotson, vetëm sepse është okay. Qëndron në një vend ku nuk je keq, por as nuk je mirë. Zgjedh rehati në vend të rritjes, ujor. Dhe kjo është gabim. Absolutisht. Letra mundësia që po vjen është 8 të monedhës. Apo 8 të këmbanës ndryshe. Këto vjen diçka shumë konkrete të dashur ujor. Punë mbi veten ose mbi një drejtim të ri. Kjo kërkon përkushtim absolut, disiplinë absolute, përsëritje absolute. Mund të jetë sikur fillon të punosh seriozisht për një qëllim, punë, projekt të veten. Mëson diçka të re që të hapë rrugë për mëtutje. Përmison një situatë duke marrë seriozisht, jo rastësisht. Kjo është mundësi që rritet të dashur jor, vetëm nëse ti e ushqen. Kur them nëse e ushqen, i jep kësaj gjëje, e rrit, vepron, që të mund të ndërtosh atë që dëshiron. Çfarë duhet të bësh konkretisht është hermit, dietari, vetmitari, gjithse kush e quan ndryshe. Çfarë duhet të bësh pra konkretisht? Kjo nuk kërkon zhurmë, kjo punë e juaja këtu nuk kërkon zhurmë, por kërkohet qartësi. Të tërhiqesh pak ndoshta nga të tjerë, të mendosh pak seriozisht për çfarë do vërtet. Të mos marrësh vendime në ndikimin e emocioneve të momentit ujor. Si për shembull, të mos kërkosh këshilla nga të gjithë, por të dëgjosh veten, aty e gjen përgjigjen. Të marrësh kohë para se të vendosësh për dikë apo për diçka. Të mos reagosh me njëherë, por të reflektosh. Jo çdo përgjigje vjen nga jashtë. Ca vin dhe nga brenda. Këshilla që do marrim nga letrat Oracle u përpoqa të bie për dikë tjetër, për askush të bëhem dikush tjetër, për askush nuk krahasohet. Këtu mund të ketë dikush nga e kaluar që ende ka ndikim tek ju. Ose një ndjenjë që nuk është e mbyllur plotësisht. Jam mirë, rahat, por jo gjithsesi. Nuk duhet të pranoni apo të rrini në atë situatë vetëm sepse është komfort dhe të shikoni fotografinë më të madhe, të pretendoni më shumë, të ngreni nivelin e dëshirave dhe ëndrave tuaja. Kjo pra është një, siç thash, një ndjenjë që nuk është mbyllur plotësisht, ose ndonjë krahasim që po të mban pezull.
Mos u krahaso me njerëz tjerë. Të gjithë jemi të ndryshëm. Të gjithë jemi unik në vetën tonë. Mos u kthe te diçka vetëm sepse nuk po gjen më mirë. Pra, po kthehemi tek ajo që mos ta ulni nivelin e pretendimeve, ëndrave, kërkesave tua, dëshirave tua. Dhe mos e mbaj veten të lidhur me një ndjenjë që nuk po të gjon përpara. Të dashur ujor, këto ditë janë për qetësi dhe qartësi që po vinë për ju. Por jo për të qëndruar në vend. Kjo, kur them të pushoni, është të tërhiqeni dhe të reflektoni me veten, por absolutisht të veproni. Po shërohesh, po kupton dhe ajo por tani duhet edhe të veprosh pra. Mos u mjafto me atë që është në rregull. Të dashur jor, kërko atë që është vërtet për ty. Ajo vërtet, atë gjë apo atë person që vërtet ju bën të ndiheni të përmbushur. Mos u mjafto me gjërat që ke. Nga që ka potencial të madh të merrni atë që vërtet meritoni.